Sot në shkollën e mesme në Saraj, një nxënës 18 vjeçar i vitit të 4, ka tërhequr vëmendjen e të gjithëve me botimin e librit të tij të parë, Arti i mendimit të mençur dhe reflektimi në shoqëri, nga Hamza Alili. Gjatë promovimit, në fjalën e tij ai ndau se çfarë frymëzoi, personazhet që e shoqërojnë rrëfimin dhe mesazhet kryesore për shoqërinë dhe të rinjt. Ai tha se ka filluar të shkruajë në muajin tetor të vitit të kaluar dhe ka përfunduar më 10 janar. Frymëzimi për këtë libër më erdhi nga përvoja ime në projekte dhe trajnime të ndryshme, ku kam marrë pjesë përmes organizatave të ndryshme jo qeveritare. Këto përvoja më kanë ndihmuar të filloj të fitoj njohuri të vlefshme, të cilat i kam përmbledhur në këtë libër. Libri trajton tema si zhvillimi personal, respekti, qëndrueshmëria, ndikimi social, roli i një shoqërie aktive, rrugët drejt suksesit. Ndërkaq, edhe drejtori i shkollës, Bedri Gjureci, e përgëzoi Hamzën për këtë rrugëtim të tij krijues, duke theksuar rëndësinë e mbështetjes së të rinjve në zhvillimin e talenteve dhe idesë së tyre për të kontribuar në shoqëri. Unë si drejtor jam krenar dhe kam një privilegj në këto momente, pasi nxënësit tonë po korrin një sukses dhe tregojnë qartësi në shkrimet e tyre dhe japin një mesazh për autorët e rinj, konkretisht për nxënësit tanë dhe në përgjithësi për shoqërinë, që me punët e shkrimit të merren më tepër. Unë nuk dua të zgjas më tepër, i uroj shumë suksese të më të tjeshme dhe jap mesazhin si Hamza edhe tjerët, moshatarët e Hamzës, të merren me shkrime dhe të kenë suksese. Ky promovim i librit u mbyll me një dhuratë simbolike, si dhe me urimet e bashkëmoshatarëve dhe mentorëve, nxënëset Zejnepe Jashari dhe Berna Bekiri. Gjithashtu autoret e reja në këtë drejtim e përgëzuan Hamzën dhe lexuan nga një poezi nga veprat e tyre. Ndërkaq, recenzuesja profesoresh Nerzane Rustemi Kadri i uroi shumë suksese Hamzës dhe theksoi rëndësinë e mbështetjes së të rinjve në zhvillimin e ideve dhe talentit të tyre.